Në një aktivitet kulturor të zhvilluar në bashkëpunim me Bibliotekën Zoja Shkodrës, u prezantua libri Ndoc Jakova, dëshmi për jetën e një martiri, me autor Andrea Jakova. Ky botim sjell për herë të parë të përmbledhur në mënyrë kronologjike jetën dhe veprimtarinë e një prej figurave të lëna në harres të historisë son. Autori Andrea Jakova theksoi se shtysa kryesore për këtë libër ishte nevoja për të dokumentuar në mënyrë të plotë jetën e xhaxhait të tij Ndoc Jakova. Ishte përfitori i Iranit Sarsten Ndoc Jakova, vëllai i det, Frank dhe Çes Jakovs, i cili ka pas një histori, një aktivitet kulturor, artistik dhe politik të kohës mjaft aktiv dhe ka lënë zhurmë thella. Libri ndalet veçanërisht tek formimi i Ndoc Jakovës si adhetar dhe besimtar, duke vënë theksin tek roli që besimi ka luajtur në shërbim të çështjes kombëtare. Formimi i tij si besimtar dhe besimin e ka përdorur gjithmonë në favor të Allahut. Për autorin ky libër është edhe një thirrje për të rikthyer në vëmendje figura të tjera të harruara, të cilat duhet të shërbejnë si modele për brezin e ri. Ka nevojë për të ndihmuar brezin e ri, se cilat janë standardet që duhet të jetojnë, cilat janë standardet që ta njohim realitetin dhe të vërtetën. Gjatë jetës së tij Ndoc Jakova kontriboi në aktivitete të ndryshme me karakter politik, letrar, kombëtar e fetar, duke lënë gjurmë në komunitetin ku jetoi. Jakova u vra për bindjet e tij politike nga forcat e regjimit komunist në moshën 23 vjeçare, edhe pse pati një jetë të shkurtër edhe një fund tragjik. Figura e tij mbetet e gjallë përmes dëshmive dhe shkrimeve të kohës, si një simbol për kushtimi dhe sakrifice për atë dhënë.